Përshëndetje për të gjithë ju. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me një person I cili ka ndikuar fuqishëm në mënyrën se si ne I shohim shitjet, suksesin, zhvillimin profesional dhe atë personal. Ai është një trajner I certifikuar, autor, sipërmarrës si dhe folës ndërkombëtar. Kemi kënaqësinë të bisedojmë sot me zotrin Deniz Gafuri. Ju falenderoj për që pranuat ftesën. Faleminderit Valeta për ftesën, është kënaqësi me që me u këto më ndal lera. Ta mund të na tregoni në fillim si nisi gjithçka për ju, çka ju shtyu drejt botës të shitjes dhe trajnimit? Sa një parë që më ka shty drejt kësaj është ka qenë sfidat me të cilat jam ballafaqur gjatë zhvillimit të karrierës time, gjatë biznesit, dhe pa ta kry fakulteti, pa ta kry master, krijova biznes timin, mandej punova për 2 kompani shumë të suksesshme. Dhe më ndoshta që pi di krejt edhe s'kam nevojë më zhvillu ma tepër, po e po që nuk po mjaftoj kjo ajo, as nuk mjafton shkolla që ki kry, as nuk mjafton ajo pjesë e eksperiencës që ki bo, që mendon që ki bo namin, po du diçka ma tepër me bo. Atëherë fillova me ndjek disa trajner të cilët përpara I paragjykojsh atë ajo këta adin kur thëshin unë ta ndërjetën, unë ndihmoj kështu, ashtu dhe shakrej, unë ta mashtru, se mu së më vim, kom kry fakultet, kom eksperiencë, kom bo biznes timin, nuk më duhen ato, po isha kon shumë gabim. Dhe në u dha rasti me shku në Maqedoni me bojt një trajnim, me mësu realisht me marrë pjesë në një trajnim, trajneri ishte anglez, dhe po është shumë pak po disha, pas ka shumë hapësirë për me bo ma mirë me mësu. Dhe fillohem që ato sene që kom mësu, aty për trajnerit, fillohem mi implementu në firmën time. Me stafin të më filloj energjia me ndryshu, filloj në rezultatet më harë, dhe mandej pëlqeja edhe fillova me përveç trajnimit stafit tem, fillova me trajnu edhe stafin e shokëve që kishin biznes, e kështu më radhë, më tërke njoni, fike tjetër, mandej shisha rezultatin që parijet, hina all in ta. Ju keni ndërtuar bizneset suksesshme, cili ka qenë mësimi më I madh që keni marrë gjatë kësaj karriere deri më tani? Mësimi më I madh është që kom mësu që në lidhje me atë më herë që thash, sot që mendon që I din diçka, që ki bo shumë diçka, e din që pak ka shumë se edhe ma shumë që mundesh me bo, dhe shumë ma shumë se edhe mundesh me mësu, edhe mi bo edhe ma mirë. Ai sistemi I japonezëve që më blen përshtypje është Kaizen, zi e keni dëgjuar ata, është një sistem bazuar në vlera për mirësim të vazhdueshëm. Edhe në çdo fushë tjetër, edhe me shëndet, ti mundesh më kono më shëndetshëm, edhe raport me familje, edhe raport me kolegë, edhe raport me klienta, me bashkëpunëtor, me rrethin, gjithmonë duhet me mendu çka mundesh me bo më mirë. Kur mos më thonë që unë e di, do të mjafton që kjo. Si ti thush unë e di, mjafton, dihet që atëre ti nuk kur ka si. Në një treg që ndryshon çdo ditë, çfarë mbetet thelpsore për të qenë suksesshëm në shitje? Gjithçka po ndryshon shumë mirë the këto në këtë treg, po sa është kjo pjesa e zhvillimit të teknologjisë. Tom po mundohem me kap hapin e teknologjisë, po sa një kryesor thelpsor që mendoj që nuk ka më ndryshuar edhe shumë kohë, është ajo pjesa ndjeshmërisë ndaj klientit, kujdesit ndaj klientit, empatisë. Ndryshe kur të fol me një robot ose me një chatbot, ndryshe kur ti drejtohet një qenie njerëzore, edhe çësia është krejt ndryshe, edhe mënyra komunikimit, mënyra aftësisë për me ndiku dhe me bindu është shumë ma ndryshe, ma emocionale. Këto emocionet nuk ka mundësi asnjë. Mendoj që asnjë pjesë teknologjisë zhvillimeve nuk mundet me zavendësu. Që njeri me njeri, human to human. A ka ndiku fuqishëm kjo pjesa e AI-t sa I përket biznesave? Po, ka fillu me ndiku shumë njerëz po frikohen për sajna, po unë mendoj që do të më frikua ata njerëz të cilët nuk e përqafojnë, nuk mësuan me përdor ato dhe me përmirësu aftësitë e tyre me pas ato si një asistent, si një ndihmë që ta përshpejton punën, ta lehtëson punën, dhe të bërë rezultate shumë ma shpejt. Nëse ti thush jo në s'duan, s'kam nevojë me po frikona, atëherë dije që ka me ta zavendësu vendin, se AI-ja nuk ta zavendëson, po ta zavendëson vendin tonë, ka me zavendësu ai personi cili ka me përdor AI-n. Kush ka qenë frymëzimi më I madh I juaj në këtë fushë, ose që dhe vazhdon të jetë ende
Frymëzimi më i madh për mua ka qenë trajnerët të cilët më kom ndjek, të fillu prej Brian Tracy, është një ndër trajnerët më të mëdhenj në botë për pjesën e shitjes, ka shumë mbi 80 libra për shitje, për leadership, për menaxhim, marketing e gjithandej. Është një trajner i jashtëzakonshëm. Mandej kem Grant Cardone, Tony Robbins e kështu me radhë. Këta janë prej atyre që mësojnë vazhdimisht, sado që prapë thonë që di, për prapë mësoj tash në shtator isha te Tony Robbins në një event të jashtëzakonshëm në Gjermani 4 ditë, prej orës 9 mëngjes deri në orën 12 me trajnim. Imagjino ti çfarë durimi duhet me pas, çfarë fokusi për me djesh me mësua dhe për me zhvillu. Të na kanë njerë ndodhë 4-5 orë mërzite, njerëz dhe ikin, adin të nuk ndodhë po e di që në për trajnime ndryshme ndodhen shprazet sola. Sot me pas njëri dëshirë të gjarë për me desh me u zhvillu dhe me përmirësu. Bile edhe për të me ndodhe një eksperiencë jashtëzakonshme që kem pas është qësi fokusi, qësi përkushtimi kem pas është që kom ditën e tretë më zgabosha ka qenë një ushtrim me walk on fire, me jesë në prush. 3 metra ka qenë gjatësia e prushit, ku krejt, salla ka qenë dika 12.000 vet njerëz, edhe të është kërë mujtë në përgjith, kush dhe më bo gati me jesë në prush. Krejt i shrit ideja sena që mi thy ato barjera që s'ka kush që të ndalë ty. Edhe normal që shumica e stadiumit aty që ishëm, tonë, dole më ty motivu njëri tjetërin, po, du mez. Kalum të ato 3 metra në përprush, si më konë agori. Normal që aty në fund ishin ujë, ato zort me ujë, që ti freskojshën ujtë, po asë lëndim, asë ka gjë. Kretë është ideja të mindseti që me thy ato barjere që banë, gjithë kuj me apërmend, ti kime ecë në prush, është normal, djegesh. Po që si përgatitje në bonë, dhe që si sfidën në shtytën me po, sa që s'kishëm më limit, atë kalon dimenzion tjetër kretë. Ju e përdorni një term edhe në librin e juaj, në cili ka ndihmuar shumë biznes në zhvillimin e tyre profesional. Si mundi m'ja shpjegu këta dike që e dëgjon për herë të parë? Titulli i librit është Suksesi në shitje, jeta është shitje. Adin se tash si me shpjegu këta që nuk do me thonë që të shet veç klientë dhe bashkëpunëtorë, për të shet idenë tonë edhe miqve tu, bashkëpunëtorë, partnerit tonë, prindit tonë, fëmijës tonë, edhe aftësia jote për me shit atë ide, him funksion gjithë shka, çdo fush. Ato aftësi që ti mëson kur negocion, kur komunikon, aftësinë e bindjes, aftësinë e ndikimit, aftësinë e komunikimit jo verbal, kur e lexon klientin, e lexon mimikat, i fush diçka, njëherë me ditë me reagu, atë ka kuptua, s'ka kuptua, adin me ditë si me reagu, ato janë sende që mundesh në çdo fushë tjetës, në çdo profesion tjetës, mi apliku, edhe të na që ka është një gjë e bukur është që të na vinë në trajnimin në Akademinë e Ekselencës së Biznesit prej profesioneve të ndryshme. Nuk ka profesion që nuk vinë, me doktora, me arhitekta, me avokata, vinë e merë gruaja burin, buri gruan e merë fëmijën, e merë, atë është një sistem, ekosistem shumë i mirë i vlerave, kështu që është shumë transformues, është shumë me ndikim të mirë. Me që jemi këtu, ju keni organizuar, jeni edhe themelusi konventës, cila tash është organizuar këtë muajin tetor, konventa 8. A mund na tregoni pak më shumë rreth kësaj, sa është rritur interesimi i bizneseve, individëve rreth kësaj konvente? Po, kisha nisë me ato që inspirimi ku jam informu pse me bo këtë konvent, isha në 2018 në Amerikë, në një trajnim të Grant Cardone, ka qenë një trajnim 4 ditë, 5 ditë ka qenë gjatë, prap një qështu të ditë dhe me full energji, edhe e poshë diçka të tillë mungon të na. Nuk është një trajnim me thonë që me dalë me jep ligjërat, apo ftohen folca ndryshëm, prej fushave ndryshme, prej shitjes, leadershipit, pjesën e shitjes zakonisht e komune, pjesën e leadershipit, pjesën e marketingut, inteligjencës emocionale, kem fushat të meditimit e kështu me radhë, edhe jogës, kem ushtrimet jogës prej vendeve të ndryshme botës. Edhe
e poshtë të na nuk ka, është diçka dhe plot është në energji. Atë kthejnë, vallëzojnë, pauza, atë full është energji se cili spiker, se cili fal që vjen, gjithçka kom me dorë trokite, me të kthy ty asi, diçka shumë shumë e fortë. Edhe fillova me bo, të parën që pata bo, organizimin e parë që bora, ishte konventa, sukses për menaxher shitjes, edhe posh, aty në ardhën për profesionale ndryshme, a kish doktora, që thash, çdo profesion tash ka dalë tash se kjo do të më konë diçka, mos më kufizu vesh direkt në shitje. Po është për gjithë ata të cilët janë njerëz me ndjehapur, që do më rrit, do më zhvillu, më mësu për eksperienca të tjerëve. Plus asaj ftojmë edhe forcë prej shumë suksesshëm, si për Mars ose ndonjë profesion ndryshëm që ndajnë eksperjenca të suksesit. Edhe i motivojnë tjerët për me u zhvilluar, për më rritë, me fitu më shumë, edhe fillum, edhe mbas atëna kem ndruar, kem vendosur konventa o sukses o qëllimit, ku çdo njeri i cili don me u rritë, me u zhvillu, me ndjehapur, çdo me mësu, edhe me pas network, edhe me mu rjetizu me njerëz tjerë, me kriju mundësi të reja të bashkëpunimit, është mirë se ardhur. Edhe për ndryshe pjesë speaker kem pas prej vendeve ndryshme, ty fillu prej Amerikës, Kanadës, Anglisë, Francë, Gjermani, Zvicër, Slovenia, Austri, Kroaci, Spanjë, Portugali, Itali, Dubai, Izrael, Turqi, Indi, kështu më radhë, prej kamosit. Si shene ju nivelin e leadershipit, trajnimit në Kosovë dhe në rajon? A është në mënyrën e duhur? Kjo pjesa e leadershipit të na gjithmonë ka hapësirë për me bu ma mirë. Po sa që është në për kompani private që ka, se janë mësu me një sistem, kompanitë ka ndërtu, për zemë gjenerata e parë që kanë pas sukses. Edhe po tash ata, shumica të ne mendojnë që du të me vazhdu me qatë tempo, dinamika e punëve që, apo edhe punëve, edhe e biznesit, edhe ekonomisë, po ndryshon shumë shpejt. Po nëse nuk ndryshohen, ata nuk ka me pasë ndryshmëri. Kështu që kjo pjesa e ndryshimit du të më implementu, du të më qenë lider të modern, jo me qase që kanë qenë për para, e cila nuk funksionon më. Dhe po besoj fuqimisht ka hapësirë shumë për me bo, ka plot kompanitë të të jonë me ndjehapun që dhe më zhvilluar më rritë, edhe me pjesën e trajnimeve, edhe për pjesëmarrjen të seminare, jo vendore, po ndërkombëtare, ku do ka në një plot shok të mi, udhëheqësa të kompanisë lidera që trajnohen dhe aftësohen dhe shkollohen edhe jashtë. Edhe prandaj edhe them që është e domosdoshme mi u përshtat ndryshimeve, edhe shumë me ka pas me vend, kur kanë thonë që të evolucionit, evolucionit në bojë që ka ndodhë, spicet nuk kanë mbjetu as ma të mëjat, as ma shpejtat, as ma të meshmet, po kanë mbjetu ato spicje, për kretë spicjes po flasë, ato që adaptuhen për shtatë në kushtet reja. E njëjtë dhe kjo është kjo pjesa e leadershipit, është njëra prej faktorëve që du të mu përshtatë dhe me ngritë kapacitetet, mas sportit njerëzve, me adi vlerë njerëzve që janë aty. Edhe më ndaj mi zhvillu njerëz, mi rritë bashkë me ta, se po ndryshe nuk funksionon. Ju këmbani dhe trajnimet të ndryshme të cilat kanë interes për numrin e madh pjesëmarrësve. A mund na tregoni si arrini që interesi njerëzve më konë kaq shumë i madh për këto trajnime të cilat ju i mbani? Çfarë kanë të veçanta? Po, këtë arrim me marketing të madh që e bëjmë, një, e dyta është me dëshmi që i bim rezultatet njerëzve, që vinë pjesëmarrës, vinë plot pjesëmarrës të kompanive ndryshme, edhe vinë transformuar komplet, prej vjen njëri tjetër dhe njëri super raket, me vetbesim poshtë, edhe del komplet me vetbesim këtë tjetër, me aftësi, treja, edhe rezultatet me njerë shijen. Brenda e kem pjesën e Akademisë Ekselencës Biznes që e kem trajnimin, dhe bile tash grupin e fundit që patëm njëri pi pjesëmarrësve dha, kur e bëm intervistën pse e ardh, çka është arsyeja pse ka shtim ardh, tha, shtohesha vetes pyetjen
pse du të me ble dikush prej meje? E tash kom gjetë përgjigjen pse du të me ble prej meje. Atë i gjenë shumë përgjigje, se janë trajnime që janë jo vetëm pjesën shitjes, po ka pjesën leadershipit, pjesën familjes prekin, pjesën shëndetit, çdo fushë, çdo segment që ty të bën suksesshëm. E ato rezultatet, mandej një rast tjetër që e pata me një zonjë që ka qenë trajnime të na, bile dhe na dërgoj edhe e kom WhatsApp dika atë mesazhin, e postum fotografin pas trajnimit, na, edhe e kish parë rrjetet sociale, tha, na komentoj, tha, u emocionova kur e pash këtë grup, më kujtu grupi që kem qenë na më herët. Edhe tha, unë e kom pas këtë verën më të sfiduese dhe më të suksesshme në historinë time. Ty falenderoj njohurive që kom marrë për teje, prej trajnimit që kem marrë. Punëtorët më kanë shumë punën, ajo frizere, e kom menaxhu shumë më me pak stres, shumë më mirë edhe kom pas kohë me pushu, edhe në fund e çoj fotografin, audit që pesë kish ble në barë, që ato që e kem planifiku na, e kem vendosur objektiva, çfarë detyre kime pas, çfarë do me bo këto, krejta i kom përmbush, që ato planet që i kem arrit. A një zoti tjetër, është një agent i shitjes e një kompani shumë të suksesshme, mbas trajnimit që ka orë, mbas një kohë, mbas disa muajve, ajo bëhet agent i shitjes më i mirë në kompani. Edhe dërgon fotografinë e Mercedes që kish bërë e klasë, dhe ne që kom bleke vetur, ty ju falenderu njohurive që kem marrë për teve, te e kom implementu, edhe sistemit kursimit që kom su për teje. Falenderi shumë, e vlerësoj këto, alo sot bile më thirrë sot për diçka me një mundësi të përbashkëpunim me nda me mu, edhe po du me thonë që jonë, për një me jonë, kësi kemi raste plot, çdo ditë, na dërgojnë testimonës që këton vetë fakti që rezultatet të cilët arrin njerëz. Se po t'ja ti bën reklam, nëse nuk ka rezultat, si thati pak më herët, nuk vi njerëz. Kështu që si po shoh atë rezultate, ato automatikisht po ndikon, e bjen ajo tjetër edhe. Po ndihet edhe po reflektohet ndikimi. Po besoj që këto rezultate pozitive janë edhe motivuese për ju, po çka të motivon tjetër pas gjithë këtyre arritjeve? Shumë mirë edhe këta, që nuk është pjesa pare që të motivon se të punoj për bare, na buke kem këta. Po kjo ma shumë ti përmbush, se vlera në cilën na e japin krahasim ato që marrë shumë është e vogël proporcion. Me investimin, kthimin e investim që e ka një bashkëpunëtor. Çka motivon tjetër është që më bën një inspirazon për shëndetën time, që kam familjen e mrekullueshme, që kam një ekip super të mirë, i kam bashkëpunëtor të jashtëzakonshëm. Unë i vlerësoj njerëzit në bazë të vlerave njerëzore, e jo në bazë të përse dikush i vlerëson aspektet financiar apo diçka tjetër. Sa në kryesor është për mua ka njeri, për këtë tjerat mësore dhe bëhen. Këtë për fund, nëse do të përmbledhni gjithë përvojën tuaj me një mesazh të vetëm për ata që përpiqen të arrijnë suksesin, cili do të ishte mesazhi? Mesazhi për me arrit suksesin është përkushtimi all in, me bo më të mirë në moshme që është, me pas shumë disiplinë, mos me ndru shumë vendet punës, kur hin dika me punu, hin krejt në to. Nuk ka kur kam bëhet vend punës për krym. As puna jam nuk është e për krym. Gjithmonë mendon dikush që unë kam kollaj, po unë mendoj që ti kollaj. Kështu që njerëz kanë herë gabim më të madh që e bojnë që sa ato kur ka, asgjë vend kur ka. Që u bëni të kurrë shumë e pa dëshirueshme, jo vetëm na, po gjithandej na rajon. Që njerëz nuk puzon vend, e do me pak punë, me fitu shumë, asë kur kam bot nuk ka, po jep, nuk mundesh me marrë, mas pa dush me jep. Edhe kjo fjala të në gjuhën shqipe, fjala marrëdhënie, është gabim e strukturume. Marr, dhën, mas pa dush me jep, mandej me marrë. Edhe në dush me dëshmu veten, mandej me marrë. Pagat marrën në fund muajit, pse ti ki kontribu, ki jep, mandej ki me marrë. Kështu që pjesa e all in, disiplina e madhe, përkushtimi, po marrë parasysh sfidat që ballafaqohen, ju në sene që ti kalon me qenë mirë njës për këtë që e ki. Ti nuk mundesh me pa sukses nëse ti nuk je mirë njës për senet elementare. Ajrin që përmarëm sot që jem këto. Frim që përmarëm ka plot njerëz që njën me buca të oksigjenit që jetojnë.
E na e kem çdo ditë for free. Asnjë cent se paguaj për to. E plot gjëra tjera që kem. Këto janë sene që mendoj që secili njeri, secili rri dhe i rritum, duhet me ja rikujtu vetes për me pas sukses, çfarë do puna që bën. Ju faleminderit shumë për këto informacione, këshilla dhe përvoja tuaja që i ndotë bashkë me ne. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Ishim këtu me zotri Denis Gafuri, ku na tregoi më shumë rreth rrugtimit të tij, sfida dhe filozofisë së tij të punës. Po ashtu na dha disa këshilla mjaft të rëndësishme për të gjithë ne. E ne bashkë shihemi në intervistat e radhës.